Përshëndetje. Dua të pyes doktorin, unë kam dhe unë një shqetësim nga këmbët. I kam jo damar, të fryrë dhe natën më zjej në këmbët. Dhe se mos shputat e këmbë i kam të përvëlluara. Shumë bukur. Mos na undaj nga ekrani dhe do ta marrësh përgjigjen aty. Atëhere, unë sa po e përmenda që kur njeriu rri gjatë në këmbë, ose rri gjatë ulur, nuk kemi një qarkullim të mirë të gjakut. Këtu është përgjigja e zonjës, por edhe për të tjerët. Dhe ndërkohë që ne shkojmë në shtëpi, për shembull, atëhere pa diskutim që poshtë në të këmbët kemi edhe gjak që nuk ka qarkulluar mirë, edhe limf, edhe acid malik i cili depozitohet në për fijet muskulore dhe kur bihemi në darkë, si kur do qetësohemi, këmbët fillojnë të zihen. Pse? Ato fijet nervore, në pranin e këtij acidit malik, sikur fillojnë të irritohen dhe nervat në këtë mënyrë japin atë ndezjen. Çfarë mund të bëjmë praktikisht? Edhe zonja, pa diskutim duhet veproj kështu. Në darkë, bëjmë shumë mirë që t'i ngushtojmë këto vena dhe këto arterje të fryra gjatë gjithë ditës, po si në çë mënyrë, shumë thjesht. Marrim një legen, hedhim në të 5-6 litra ujë të ftohtë, mund t'i shtojmë ndoshta edhe 5-6 copa akulli brenda, mund të hedhim një lugë gjelle me krip, edhe gati 2 lugë gjelle me uthull të mollës. Marrim me këtu ujin e ftohtë dhe lagim këmbët mbi gjunjë edhe deri shputa e këmbës. 15-20 minuta. Në këtë mënyrë, enët e qarkullimit të gjakut fillojnë atë kontraktimin e tyre. Që do të thotë, po u ngushtuan venat, ato flatrat do fillojnë të preken, të mbyllin portat dhe gjaku venoz ngjitet lart, që e shtyna e gjaku që vjen nga poshtë, por nëse ky do tentoj të kthehet mbrapsh, këto portat janë të mbyllura. Kështu që ai ka drejtimin vetëm në drejtim të zemrës. Kjo do të na ndihmojë më së miri edhe në mirë qarkullim në gjakut, por njëkohësisht duke na hequr edhe këtë si ndezje të këmbëve. Ndezja e këmbëve, doktor, a ka mund të ketë shkak edhe diabetin për shkak? Ka edhe diabetin, është një neuropati diabetike, ka edhe shkaktar të tjerë, por le të vazhdoj më tutje. Çfarë mund të bëj zonja? Atëhere, jo pa qëllim unë kam sjell këto degat e pishës së detit për t'ju treguar njerëzve që neve mund të veprojmë kështu. Për shembull, marrim këto lastarët, i zhveshim nga gjethet, mundet i përdorim edhe gjethet, por ajo që është më e rëndësishme është përdorimi i lëkurës së tyre. Pra, e zhveshim këtë, marrim lëkura 2, 3, 4 vjeçare, që janë të pasura plot e për plot, me proanticianidin. Është një substancë kimike që na ndihmon më së miri në kontraktimin e arterieve dhe të venave. Pra, kjo lëkura që unë po e ndaj këtu, që zonja po e sheh kështu, do të hidhet tek një çajnik, kjo lëkura e pishës, mund të marrim edhe lëkurën e bredhit, e hedhim në një çajnik, atëherë unë për ta dukur, kjo është mirë që ta hedhim këtu për shembull. Direkt në ujë? Shiko, mund të hidhet këtu, por efektiviteti është i vogël. Atëherë, çfarë bëjmë me këto lëkurat e degëve të pishës? Prandaj i kam sjell këtu. Atëhere, ja ku i kemi lëkurat e pishës, hedhim afërsisht në 1 litër ujë, 1 lugë gjelle me lëvore pishe. Do të ma pasuroj çajin me atë proanticianidinën që unë e përmenda. Mundet që ta gjejmë këtë edhe tek ato gjethet e rrushit të kuq. Po ato bëhen nga vjeshta, tash ishin të gjelbra ato, dhe tek farat e rrushit. Shtojmë në të lulen e bishtamithit, shtojmë në të patjetër, shtojmë 1 lugë gjelle boronic ose frutapylli, këtë ketë zonja në shtëpi. Mollë të egër, hithra mund të shtojmë dhe ky çaj për shembull, po patjetër. Pra, nëse do të marrim edhe 1 lugë gjelle me boronicën, ja ti hedhim këtu, i japim një val afërsisht 2 deri në 3 minuta dhe mandej e vendosim këtë për tu marrë valën dhe themi do të vloj dhe në këtë mënyrë ky çajnik me këto bim do të më ndihmoj më së miri në
qenjtjen e këmbëve dhe në përmirësimin e qarkullimit të gjakut venos. Pasi ka zirë, e lëmë më mirë të qëndroj që të lëshoj akoma më shumë? Po, ja, pra, neve po t'i shojmë këshu, pra lëkurat, boronica, bishtamithi, që forcon muret, atëhere janë nga më të mirat, më të mrekullueshmet për përmirësimin e qarkullimit të gjakut venos. Pas kësaj, zonja në mbrëmje do të vazhdoj më tutje, pasi kemi hequr këmbët nga uji i ngrohtë, mund të marrim pak uthullmolle të holluar, për shembull gjysmë gote ujë, një lugë gjelle me uthullmolle. I lyej mirë këmbët, edhe mund t'i mbajmë kështu të ngritura në një kënd 60 gradë. Që të kërthejet gjithë patjetër, gjaku dhe ai acidi malik, ai është më i keqi që ka mbetur tër ditën te këmbët. Në këtë mënyrë ajo shishja po të kthehet me grykën hapur poshtë zbraze. Po kështu do na zbrazen edhe venat. Dhe ndihmojmë pak qarkullimin e gjakut në këtë mënyrë. Duke marrë nga maja e gishtit, shputa e këmbës deri si nga rrëza e kofshës. Nëse zonja do të ketë këtë ekstraktin që është me gështenjen e egër, me murrizin, me atë rënjen e ati rrushkullit, atëhere efektiviteti do t'jetë më i madh, që do të thotë ditën tjetër, këto venat nuk do më lirohen me njëherë, por edhe nga temperatura e lartë, kjo do të rrisi e kontraktuar, sepse na ndihmon bishtamithi që i forcon ato muret e brendshme, na ndihmojnë këto ekstraktet e gështenjës dhe të murrizit. Që janë aty të ekstraktuara dhe mund të bëjmë masazh nga poshtë lart në drejtim të kundër të qarkullimit, pra të kthyer gjakun mbrapa. Mbas kësaj, nëse e kemi vajin reumer, përsëri ne mund të japim një masazh të lehtë me këtë vajin, dhe kjo si thua do të na japi atë ose edhe kremin reumer, do të na japi atë prekjen rehatuese të këmbëve. Po, qartë, sepse nuk është vetëm një problem estetik, pa diskutim e qetë që natën e parë. Këtë si trajtim mund ta vazhdojmë një javë për shembull.